Tingujt e çekiçeve mbi gur dëgjohen këtë ditë të ftohta në lagjet karakteristike të Gjirokastrës. Mjeshtrit e çative janë duke siguruar dhe hijeshuar çatit tradicionale të banesave prej guri, një element i pazëvendësueshëm i arkitekturës së qytetit muze. Mjeshtri i çative, Bledar Hatika, thekson se këto vite ka pasur një rritje të interesit nga banorët e Gjirokastrës për ndërtimin dhe restaurimin e çative karakteristike. Unë jam restaurator dhe gjithmonë gjëja e vjetër, çati e vjetër kërkon gjithmonë të përshtatesh me të vjetër. Restaurimi këtë ka. Dhe ajo është dhe e bukura e së gjithës. Në qoftë se përshtat të rën me të vjetrën, është gjëja më e mirë. Dhe turisti atë do. Nuk ka nevojë për luksin e tepërt apo për të ruajmë traditën, gjithmonë të ruajmë traditën. Të vu minimumin e mundshëm 35 me 40 vjet nuk i vjet më dorë. Çatit e gurta. Minimumi që vende babait tim më kam gjetur çati që kanë qenë me stilin e vjetër mbi 50 vjet, që s'kan lëvizu fare. Thjesht rast e gurit donte që kthim dhe kaq. Hatika nënvizon se përzierja e materialit dhe sekretet e zanatit ka një ndikim të madh në jetëgjatësinë e çative tradicionale. Rasti e gurit është gjithmonë vetëm në malet tona. Të gjitha çatit që shikoni janë nga malet e kryesisht mali Dunavatit. Dhe janë nga malet tona, është drast natyrale, jo e fabrikës. Rasti e gurit e bardhë e ka jetëgjatësinë më të gjatë, siç e shohim në të gjitha çatit, rri me vitre, se kurse drasti e zezë konsumohet pak më shpejt, jo se s'është e mirë, rri më mirë, qëndron më mirë në çati se nuk ka këto gungat që ka drasti e Dunavatit, po e ka jetëgjatësinë pak më të vogël për arsye se konsumohet pak më shpejt në agentët atmosferik. Materiali që përdoret sot është bredh. Dhe gjithë Gjirokastra, siç thoshte babai tim ka qenë një vjetër, gjithë lënda që vinte për çatit Gjirokastrit në ato kohë që fushbardha dhe janina, këto që janë dy pikat kryesore dhe ishin bredh. Kjo është dhe sot, këtë kemi sot bredh. Nuk e di se nga vjen nga Shqipëria e Mesme apo nga Shqipëria e Veriut, po për mua si usta lënda cilindrike është shumë herë më e fortë se lëndra e skuadruar. Përse? Sepse lënda cilindrike, se çatje këtu kemi të bëjmë me tonelata pesh. Dhe lënda cilindrike sa do të përthyhet, nuk thyhet. Dhe nuk preferoj vidhën, po preferoj gjithmonë gozhdën, sepse vidha kaputet, kurse gozhda është antisizmike. Sa do të lëvizi çatia në një tërmet në një gjë, gozhda nuk kaputet kurrë. Këtë e kam nga të vjetrit, jo se kam unë. Sipas tij, të rinjt duhet i drejtojnë syt nga ky zanat, pasi kërkesa është e lartë dhe mjeshtrit janë gjithnjë më të pakët. Është shumë e vështirë të jesh punëtor. Usallarët po paksohen në Gjirokastër. Dhe ki është një problem. Nuk çatit e gurta duhet gjithmonë të kenë dorë, të kenë usallar, po rinia nuk e do këtë profesion fare, nuk e ka qejf. Janë të pakt ata, do të them që për mos thënë fare, po janë të pakt njerëzit që e duan këtë profesion. A është një punë e vlerësuar për sa i përket të ardhurave që siguron? E vlerësuar është, por problemi është që ai që do të bëj punë kërkon dhe nuk pyet për të ardhurat, thot vetëm unë dua të bëj punën. Dhe nëse ustaj është serioz, është i mirë dhe bën atë që duhet të bëj ustaj, është çdo gjë në rregull. Këto ndërtesa ka një rëndësi të veçantë për ruajtjen e stilit dhe historinë lokale, duke i dhënë Gjirokastrës një pamje autentike dhe unike që e dallon nga qytetet e tjera.